Cicoria është një bimë e egër që rritet spontanisht në fusha livade dhe buzë-rrugëve. Ajo dallohet për lulet e saj të bukura ngjyrë blu dhe gjethet që përdoren shpesh në kuzhinën tradicionale. Në shumë zona të Shqipërisë, cicoria mblidhet në pranverë dhe gatuhet si sallatë ose si gjellë me perime. Nga pikpamja ushqyese, cicoria është e pasur me fibra, vitamina dhe minerale. Rrënja e saj përmban inulin, një fibër prebiotike që ndihmon në ushqimin e baktereve të dobishme të zorrëve dhe mbështet tretjen. Gjithashtu, bima përmban antioksidant dhe substanca bimore që janë studiuar për përfitimet e tyre të mundshme për shëndetin. Në mjekësinë popullore, cicoria është përdorur prej kohësh për të mbështetur funksionin e tretjes dhe të mëlçisë. Por këto përdorime tradicionale nuk duhet të konsiderohen zëvendësim për trajtimet mjekësore. Rrënja e pjekur e cikores përdoret edhe si një alternativë pa kafeinë ndaj kafesë. Përveç vlerave ushqyese, cicoria është edhe një bimë shumë e bukur për t'u parë në natyrë. Lulet e saj hapen zakonisht në mëngjes dhe tërheqin bletat dhe insektet e tjera pjalmuese, duke luajtur një rol të rëndësishëm në ekosistem. Një bimë e thjeshtë për me një histori të gjatë përdorimi dhe me vlera që vazhdojnë të tërheqin interesin e studiuesve dhe të dashamirësve të natyrës. Cicoria përmban inulin, një fibër prebiotike që ndihmon bakteri të dobishme të zorrëve. Mbështet tretjen pasi mund të ndihmojë funksionimin normal të sistemit tretës. Ka përbërës antioksidant që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Mund të ndihmojnë në kontrollin e sheqerit në gjak, kryesisht fal inulinës, por nuk zëvendëson trajtimin mjekësor. Përdoret tradicionalisht për mbështetjen e funksionit të